Sipas mediave italiane dhe autoriteteve të hetimit, Markelian Hoti kishte arritur të qëndronte i padukshëm për disa kohë duke shfrytzuar procedurat e regjistrimit të strehes, ku ishte akomoduar. Konkretisht ai qëndronte në një B&B në zonën Ponte di Nona në Rom, por të dhënat e tij nuk ishin futur në sistemin elektronik të policisë italiane. Alogati Web, ky portal detyron pronarët e hoteleve dhe strukturave akomoduese të regjistrojnë në kohë reale identitetin e çdo klienti, në mënyrë që forcat e rendit të mund të kryejnë verifikime automatike. Për shkak të mos regjistrimit në sistem, emri i tij nuk rezulton në kontrollet e rutinë, çka e bëri praktikisht të padukshëm për autoritetet gjatë kësaj periudhe, vetëm pas një aktiviteti të koordinuar monitorimi nga Shërbimi për Bashkëpunimin Ndërkombëtar të Policisë dhe skuadra mobile e Romës. Hetuesit arritën të lokalizonin vendodhjen e tij dhe të verifikonin identitetin. Pra, sipas informacionit të publikuar, ai nuk përdori identitet të rrem, por përfitoi nga mungesa e regjistrimit zyrtar në sistemin e kontrollit të strukturave akomoduese. 27 vjeçari Markelian Hoti ka pasur rol kyç në një organizatë të specializuar në trafikimin e kokainës nga Amerika e Jugut. Droga mbërrinte në portin e Antwerpit në Belgjik dhe më pas transportohej me automjet me fuqi të lartë nga Europa Veriore drejt Dubait. Pas sekuestrimit të 50 kg kokainë, të fshehura në kontener të mbërritur në Antwerpen, Hoti kishte humbur gjurmët. Në janar të këtij viti ndaj tij u lëshua një mandat arresti evropian për bashkëpunim me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike, vepër penale që në Itali parashikon deri në 15 vite burg. Arrestimi u bë i mundur fal monitorimit të vazhdueshëm të Shërbimit të Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Policisë, Divizioni Sirene i Drejtorisë Qendrore të Policisë Kriminale, në bashkëpunim me seksionin antidrog të skuadrës mobile, për të verifikuar praninë e tij të mundshme në Rom. Hetuesit e skuadrës mobile të Romës, të drejtuar nga Roberto Pitito, e lokalizuan dhe ndaluan në ambientet e strukturës ku qëndronte. Markelian është vëllai i deputetes Elda Hoti. Kujtojmë se në vitin 2025 ai është kallëzuar për kanosje gjatë fushatës zgjedhore të së motrës, pasi dyshohet se kishte kërcënuar një person me armë zjarri. Sipas raportimeve, çështja u mbyll pa pasoja penale.